Maqedonia kërcënohet nga një tjetër konflikt, kësaj here jo etnik, por që rrezikon të jetë më i rëndë se ai që ndodhi në vitin 2001. Paralajmërimi vjen nga një prej liderëve politik shqiptar në vend, Vesel Mehmeti, i cili konsideron përgjimet e publikuara nga kreu i opozitës Zoran Zaev si fillimin e një tsunami politik. Sipas kreut të Rinjalljes Demokratike Kombëtare, situata rrezikon të përshkallëzohet nëse kryeministri Nikola Gruevski nuk jep dorëheqjen. Kam frikë se situata mund të eskalone në çdo moment dhe kjo do të jetë me pasoja shumë të rënda, jo vetëm për vendin, por për shoqërinë në përgjithësi. Unë do të thoja se do të jetë me pasoja të rënda edhe për rajonin në përgjithësi. Unë kam frikë për të duhet që jemi realistë. Në bazë të asaj që po shohim dhe shenja që janë në sipërfaqe, Nikola Gruevski do të rezistojë deri në fund dhe nuk do të tërhiqet ashtu si mendon dikush. Sikur të kishte dashur ta bënë këtë gjë, do të kishte bëu edhe para se të vijë deri në këtë gjendje që ka ardhur tani më. Unë besoj që do të ketë një konflikt të ri në këtë vend. Kam frikë se do të ketë një konflikt të ri në këtë vend. Nuk besoj që ai konflikt do të jetë relacion etnik, sa do të jetë më tepër qytetar, dhe besoj se tashmë i kemi shenjat në sipërfaqe për sa i përket kësaj. Ndoshta do të mund të miren, do të thotë, shqiptar me shqiptar dhe maqedonasit me maqedonasit në një konflikt të ri. Në fakt, shenjat e tensioneve të para nisën të duken që di pas dite kur mira qytetarë, shqiptarë e Maqedonas, dolën në protest përpara qeverisë duke kërkuar drejtësi dhe dorëheqjen e kryeministrit Gruevski. Shkak për protestën u bë publikimi i bombës së 29 përgjimeve nga lideri i opozitës Zoran Zaev, me biseda që tregojnë për fshirjen e policisë në vrasjen e një 21 vjeçari Maqedonas. Ngjarje kjo që ndodhi 4 vjet më parë. Да? Ало? Кажи го. Ништо за ова што праша талентот. Тоа уште од синоќа некој им го имаше пуштено муабетот, ама нема врска. Sipas kreut të RTK-s Mehmeti, çështja e përgjimeve nuk duhet parë thjesht në kontekstin e Maqedonisë, por si pjesë e një sër ndryshimesh të mëdha që po përjetoni gjithë rajoni. Unë punën e përgjimeve në Maqedoni e krahasoj ndoshta identike me atë që do duhet të ndodhe edhe në Shqipëri. Pritet shumë shpejt që të bëhet edhe hapja e dosjeve në Shqipëri dhe besoj se kjo do të jetë fillimi i atyre zhvillimeve të mëdha dhe lëvizjeve tektonike që të duhet ndodhin në Shqipëri. E njëjta gjë po ndodh edhe në Kosovë, ku do duhet detyrimisht të formohet edhe gjykata speciale me dëshirë apo pa dëshirë të politikanëve vendës. Nëse nuk bëhet kjo, atëherë Kombët e Bashkuara do ta bëjnë të njëjtën gjë dhe kjo është një lëvizje tjetër që do të ndodhe, do të kisha thënë, tektonike në rajon. E njëjta gjë është duke ndodhur edhe në Serbi me protestat e mëdha të opozitës që janë duke u angazhuar gati një javë dhe këto do të pasojnë edhe protesta më të mëdha. Ashtu që ne i njohim që ka ndodhur dikur në eliminimin e Miloševićit dikur dhe tash po vazhdojnë edhe në masë të konsiderueshme. Thjesht bëhet fjalë për do zhvillime të mëdha që do duhet ndodhin në Ballkanin Perëndimor dhe nuk mund të trajtohet rasti i Maqedonisë si një rast i izoluar, por do duhet shihet se çfarë pasojë do të ketë për të rajonin. Në protestën e mbrëmshme kundër qeverisë dolën jo vetëm qytetarë maqedonas, por edhe ata shqiptar dhe flamujt e të dyja komuniteteve u panë gjatë tubimit.